Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin tonë Argument kam ftuar edhe një herë avokatin e mirënjohur të emigracionit Hasan Metukun. Do të diskutojmë ndryshimet më të fundit të ligjeve apo të rregullave apo dhe të zbatimit të tyre nga USCIS-i në lidhje me procedurat e ndryshme të azilit, në lidhje me problemet e vizave të lindjes, por edhe ndryshimet që po bëhen edhe për ata që quhen fondet për fëmijët e pashoqëruar. Të fillojmë së pari me ndryshimet e procedurave të azilit. Avokat, mirë se erdhët, çfarë ka ndryshuar konkretisht në rregullin e ri për aplikantët për azil krahasuar me procedurat e mëparshme? Çfarë do të thotë mos bërja intervistës apo kapërcimi i saj? Përshëndetje juve dhe teleshikuesve të televizionit tuaj. Si që jeni vënë në dieni nëpërmjet mediumeve publike, shërbimet e emigracionit kanë ndryshuar rregullat në lidhje me procedurat e azilit. Pra, ndryshe nga më përpara, që azilant ose azil kërkuesit kishin dy mundësi që të paraqisnin kërkesën e tyre. Në fillim do ta paraqisnin këtë kërkesë në zyrat e shërbimit të emigracionit të shtetësisë dhe në qoftë se çështja e tyre nuk do të miratohej, atëherë kjo çështje do t'i referohej për një mundësi të dytë që ata ta paraqisnin çështjen e tyre në gjykatën e emigracionit, e cila në vetvete është pjesë e Departamentit të Drejtësisë. Tani, në rregullin e ri, i cili praktikisht do të ka hyrë në fuqi menjëherë, por që do të shtrihet të gjitha efektet në datën 18 shtator, ka elemente të cilat i japin mundësinë dhe tagrin oficerit të emigracionit që shqyrton një kërkesë të caktuar për azil, ta referoj menjëherë në gjykatën e emigracionit dhe Departamentin e Drejtësisë, duke vënë në lëvizje procedurat për përzënjen dhe dëbimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po pse kjo është vonesë për shpejtohet rregulli, përse ky ndryshim? Jo, mbi bazën e këtij mekanizmi, me sa duket, qeveria kërkon që të përshpejtojë ngarkesën e madhe të çështjeve dhe të referojë në gjykatën e emigracionit çështje të cilat janë në dukje çështje pa merit. Pra në thelb, ata nuk paraqesin element substancial të një çështje që ka merit në kërkesë. A mund të ndikoj kjo në shanset që ka një person për të marrë azil, sepse ai gjykata është më e favorshme apo më sfiduese se sa në intervistën ai nuk ka mundësi të shpjegohet të gjitha çështjet nëse meriton apo jo azilin? Atëherë, në lidhje me këtë, kjo është një thënie e përgjithshme, por meritat kanë të bëjnë me secilin rast në vete, me problematikën që kanë dhe me provat që çdo azil kërkues paraqet. Në thelbin e çdo kërkese të azilit është besueshmëria dhe plotësimi i elementeve të tjerë ligjor, duke plotësuar kriteret mbi të cilat mbështetet ligji i azilit dhe ligji humanitar. Duke e shpjeguar me fjalë më të thjeshta, nëse një azil kërkues do të kishte një mundësi për t'ia shpjeguar oficerit të emigracionit çështjen e tij, në qoftë se oficeri i emigracionit që e merr çështjen e të njëjtit azil kërkues tani, ndoshta nuk do ta ketë këtë mundësi dy herë për ta shpjeguar çështjen e tij. Pra, i hiqet mundësia që ai apo ajo ta shpjegoj dhe të ketë shansin që të shpjegoj historinë e përsekutimit dhe të provoj nëse çështja e tij mbështetet mbi merita apo jo.
ju keni një përvojë të gjatë në këto çështje, dhe sidomos edhe në çështjet e azilit. Cilat mund të jenë disa nga problemet që mund të kenë shfaqur apo treguar kërkuesit për azil nga ana e Shqipërisë, sepse arsyet politike tashmë të atyre që vinin në fillimet e demokracisë ose më përpara kanë humbur, edhe çfarë persekutimi pretendojnë ata cilët kërkojnë të marrin azil. Kjo nuk është një çështje e përgjithshme, sepse secila çështje paraqet në vetvete specifika të ndryshme. Pra, nuk mund të themi se cilat janë kategoritë e përgjithshme të azil kërkuesve, por mund të themi se secili prej tyre ligji i azilit i ofron mundësinë për të provuar nëse është persekutuar apo jo. Nëse është persekutuar mbi baza politike, pra mbi të drejtën e pjesëmarrjes politike dhe opozitarizmit, nëse është persekutuar mbi bazën e prirjeve seksuale, nëse është persekutuar mbi bazën e etnisë apo religionit fetar. Kaq mund të them në lidhje me këtë çështje. Pra, në koncept, secila çështje është paraqet specifikat e veta. Në praktikën tuaj, cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë aplikantët për azil që mund të shohin në referimin e çështjes direkt në gjykat, pa këtë intervistën paraprake? Po, mungesa e specifikave të çështjes, pra kur një histori e tyre e persekutimit është e përgjithshme, pa prova dhe fakte konkrete. Thjesht të shpjeguarit që janë persekutuar apo që pretendon që janë persekutuar për shkaqe të ndryshme dhe duke mos ofruar prova konkrete në raport me kërkesën e tyre, ajo e bën një çështje të dobët, dhe të kuptohet. Si ndikon kjo në marrjen e mundshme të një leje pune për azil kërkuesit? A mund të ketë vonesa për shkak të ndryshimit të kësaj procedure? Apo Atëherë, qeveria dhe presidenti vet ka thënë që është përdorur në masivisht, domethënë dhe normalisht domethënë që qeveria e mbështet diku këtë gjë, pra këtë pretendim që ka, unë nuk mund ta them se ku, por ata thonë që është përdorur në masivitet mundësia e kërkesës së azilit për të marrë autorizime pune dhe për të patur mundësinë që gjatë kohës që çështja e aplikantëve të ndryshëm për azil që ndodhet në proces për të shqyrtuar, ata përfitojnë të drejtën e punës. Duke qenë se politika e presidentit dhe e qeverisë tashmë është që America First, pra punëdhënësi dhe punëtori amerikan, duke u dhënë të drejtën sipas ligjit, kuptohet, që është 150 ditë ose deri 180 ditë pas kërkesës për azil, të aplikosh për autorizimin e punës, ndoshta kjo ka ndikuar në punësimin e amerikanëve. Që në fakt, unë dyshoj sepse emigrantët përgjithsisht bëjnë punë të cilat janë të pakualifikuara dhe që ndoshta amerikanët punëdhënësit dhe punonjësit amerikanë nuk i mbushin dot me punëtor amerikan në një farmase. Po ky është një pretendim i qeverisë dhe unë nuk kam ndërmend të ndalem te kjo pjesë, por kam ndërmend të ndalem tek pjesa tjetër që elementi dhe fibra e ligjit humanitar për azil kërkuesit dhe refugjatët është që ata detyrimisht në qoftë se për sa kohë që shqyrtimi i çështjes tyre, e cila zgjat edhe me vite të tëra, do duhet të kenë një mundësi për të punuar dhe për të jetuar, sepse në qoftë se nuk do të kenë një mundësi për të punuar në Shtetet e Bashkuara, kjo do të nxjisë elementet e paligjshëm, punën e zezë dhe normalisht do të edhe veprime të tjera të cilët njerëzit të cilët janë në rrezik për pamundësi për të jetuar, mund të kenë tendenca dhe për të përfshirë në kriminalitet, në vjedhje, grabitje apo elemente të ndryshëm. Pra në këtë kuptim,
legjislatori, pra Kongresi, kur ka miratuar ligjin dhe ka nënshkruar konventa ndërkombëtare për torturën, kundër torturës, normalisht ka patur parasysh që këto qenie njerëzore dhe këto azil kërkues për sa kohë që gjenden në një shqyrtim të qeverisë. Po, ne mund të diskutojmë se sa shpejt duhet që qeveria duhet të shqyrtojë këto kërkesa azilit dhe të japi një vendimarrje. Dhe pikërisht këtu qeveria e presidentit Trump po kërkon që të uli barrën e madhe, pra të zvogloj numrin, duke krijuar një proces të shpejt dhe eficient të shqyrtimit të çështjeve të azilantëve, e cila mbështetet mbi merit. Për shembull, nëse do të referohet sipas statistikave tani, kemi një mal të madh me kërkesa emigracioni, të cilat përfshin të gjitha lloj kategoritë e emigracionit dhe aplikimeve të emigracionit, që shkon në 11.6 milion çështje emigracion. Pra ky është një mal i madh. Ndërmjet tyre kemi ndoshta mbi 1 milion çështje të cilat 1.4, 1.3 nuk mund të spekuloj me shifra konkrete sepse ata ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme. Domethënë kemi në gjykatat e emigracionit plus me qindra mijëra kërkesa të tjera gjenden në zyrat e azilit. Dhe kjo mënyrë që ka zgjedhur qeveria për të shqyrtuar mund të preki, pra mund të përshpejtojë në njëri krah numrin dhe ta zvogloj numrin e çështjeve dhe duke i përshpejtuar ata, dhe një drejtësi e shpejtë është dhe një drejtësi korrekte, por nga ana tjetër mund të preki cilësinë e shqyrtimit. Tani, çfarë mund të bëjnë aplikantët për azil për ta patur dosjen e tyre gati në çdo opsion, edhe në opsionin që mund të shkojnë direkt në gjykat pa bërë intervistën paraprake? Atëherë, domethënë, çdo çështje duhet të mbështetet mbi dokumenta dhe vetëm mbi dokumenta. Deklaratat e boshe, deklaratat të cilat praktikisht nuk mbështeten me dokumenta, pra janë çështje të dobta. Kjo është. Pra, normalisht, çdo njeri që kërkon duhet të provojë, sepse barra e provës është mbi pa. Për të provuar që në të vërtetë ata e meritojnë mbrojtje, marrjen në mbrojtje nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atëherë, a prisni që mund të ketë në një sfidë në gjykatat federale të këtij rregulli? Është bërë e zakonshme ky proces, por edhe në qoftë se nga organizata të ndryshme do të paditet në gjykat, unë dyshoj që paditë të tilla do të kenë sukses. Sidomos domethënë sepse tashmë ligji ja njeh diskrecionin në formë. Pra në një koncept, në qoftë se një oficer emigracioni nuk e merr në intervistë një azil kërkues të caktuar, por e referon në gjykat, ai përsëri ka një mënyrë kuptim plotë të shqyrtimit të çështjes, e cila është edhe më e plotë në gjykatën e emigracionit.